Cilësinë e producentes ekzekutive, ju uroj mirëseardhje në premierën e komedisë. Pas premierës kombëtare në Timi, e prisnim me shumë padurim, bëritim në fund edhe në Shkodër, në Timë. Leqëria është e ardhmja jonë në secilit prej nesh, po kjo është diçka që ne të jetoj gjatë, po të plaket nuk do askush. Kjo mjafton që e gjitha kjo një sfidë për të gjithë ne përpara se të arrijmë moshën e tretë. Pra për një sfidë për të autor, u libre dhe mjeshtrisë e regjizorit dhe të montopi, por edhe me shumë kujt konkret në rikondit, që nga bëm të kishim të shumë të dinim sot dhe natyrisht ata emra të cilët për arsye që dihen nuk janë sot këtu. Për të cilën ky film është sot një homazh. Po ma bëjnë me shenja që harrova me Dimalkan. Jo, nuk harrova, po është brezi tjetër. Dhe natyrisht regjisorin dhe producentin Edmond Topi. Kam një gjithë të madhe për të thënë se zakonisht ne kemi për detyrë me folë në ekran sonte këtu. Vetëm një porosi kam, nëse filmi ju pëlqen, nëse nuk ju pëlqen më thoni mua. Faleminderit shumë, gjithë të stafit për shumë dëshuri. Nuk është puna se janë dhe një producentë, një të shpresë të gjithë. Faleminderit shumë. Na thoniten, sepse ne jena dëshëmirës shumë të artit, një fëmijë të qenës kulturore, ky buxhet shkon sot për nëna Zylit, të mrekullueshmen tonë, edhe ka edhe një katolin aty, por sigurisht që ju vlerësojmë gjithëve. Kënaqësi të madhe kishe vite pa arë, se të ju është kënaqësi më arë se jeni kaq mirë, se duke sikur ju jam të gjithë dhe bëhet qefi shumë. Faleminderit shumë. Ju lutem shumë kamë, faleminderit. Është dashuria e kam ëndër gjithmonë në Shkodrën, sepse dhe kolegët nga Shkodra kanë qenë të gjithë të mirë.